Mirë. E di. Jam I sigurt që I kam lënë çelësat në laboratorin ku ndodhet HT125F. HT125F? Silvia! Sigur I kam parë jashtë çelësat tuaj. O, ja shikoni, ja ku janë tek shkurja. Jo, unë e urea të shkure. Nuk kaloj kur pranë saj, po shkoj të shkoj brenda në laborator. Prit! Kjo qenë ka një drymë sekret I sunduesit djallëzor. Kam parë të tillë me miliona herë. Faleminderit. Shpresoj që ky përqafim të jetë një shpërblim I pranueshëm për ju. Vetëm më lejo të shkoj pak në tualet dhe do ta quaj barazi. E po unë nuk duhet të lejoj askënd që të futet brenda në ndërtesë. Të lutem tani. Unë do të largohem me njerë sa po të kem mbaruar. Të premtoj. Mos, jashtë shërbimit, mendoj se duhet të shkosh diku tjetër. Jo. Unë të premtova që do të largohem sa po të kem mbaruar. Një brava ndreqës nuk e shkel kur premtimin. Çfarë po bën? Mos u mërzit, unë kam një shok që mund ta rregulloj këtë gjë. Prit, jo! Është ma keq nga sa mendoja. Ma duhet të qëndrojmë këtu gjithë natën. Ma mirë të porosis një pirë. Prit, jo! Silvia, Shotitës, kush janë gjithë ata njerëz? nuk e di, ata vazhdojnë që të vinë dhe nuk largohen asnjëherë. Çfarë të bëj? Largoj prej këtej para se ata të na gjejnë pa dashur. Goditjet e coptive. Çdo gjë në rregull? Çdo gjë në rregull, vazhdoni misionin kryen Ritës. Por si? Po nuk duhet t'ja di se si. Thjesht bëj atë shpejt edhe pa zhurmë. Rria vjen plasme! Është shumë e rrezikshme, helmuese, largohuni që të gjithë nga këtu! Hej, shoku, çfarë ka? Asgjë. Unë kam me të vërtet nevojë që ju të largoheni të gjithë që këtu në mënyrë që ëndra e shoqes time të ngushtë për të qenë një heroinë e madhe e fort aksioni të bëhet realitet. Jo, ndonjë gjë me shumë rëndësi. Një gjë është e sigurt, djalosh. Detyra jonë është që të ndalim rrjedhjen e plazmës, jo të ëndrave. Janë shok. Tubat u rregulluan të gjithë. Tubat u rregulluan të gjithë. Të premtova. Sepse një brava ndreqës nuk e shkel kur premtimin. Më falë për rëmujen, nuk I kontrollova dot nervat, ndoshta nga që ata më zëvendësuan, pa çfarë djalosh I pashëm. Uaui! Shiko, HT125F. Ne duhet të çaktivizojmë fushën mbrojtëse. Brajns! Çaktivizimi I fushës mbrojtëse duke vendosur çelësin e komandimit në 2 vrima çelësi. Na mungon një çelës. Prit, çfarë po bën ai këtu? Ai duhet të ishte duke ruajtur derën. Të infiltruar. Mos lëvizni, Lord Uryesi do të jetë shumë shpejt këto. O jo, unë e bëra. Godit dhe copto. Duhet të largohemi, Uryesi do të jetë shumë shpejt këtu dhe do të na bëjë copa. Ti the që ai nuk do të na krijonte probleme. Ti e more atë me vete. Ai e lejoi të shkenstarin të futej dhe tani Uryesi po vjen për të na shkatërruar. Nëse dalim të gjallë prej këtej, ti nuk do të jesh pa pjesë e skuadrës. Kuptove apo jo?